Shumë fshatra kanë marrë pamjet e frikshme me ndërtesa të rënuara për shkak të braktisjes masive nga ana banorëve prej vitesh, por ndryshe është situata në fshatin Homesh të njësisë administrative Shupens në Bashkinë Bulqis. Në këtë fshat shumë shtëpi janë ndërtuar krejtësisht të reja, madje dhe vila dhe shumë pak ka banesa të cilat janë rënuar, por kjo nuk ndryshon asgjë sa i përket largimit të banorëve. Vilat e bukura që janë ndërtuar nga emigracioni qëndrojnë bosh, pasi askush nuk jeton në to. Ato pak banor të mbetur ende në fshat janë të moshës së tretë dhe jetojnë pa fëmijët e tyre. Dikur fshati kishte me qindra fëmijë të rinj, por sot është kthyer si një fshat azilantësh për shkak se në rrugët e tij nuk sheh asnjë të ri. Të moshuarit e mbetur ende në fshat i kanë humbur shpresat për rikthimin e atyre banorëve që janë larguar në emigracion. Praktikisht s'ka punë. S'ka punë si tri kanë ikët, don punë s'ka. 200-300, sa kanë qonë, për të hanë s'ka kanë ikë kërët. 2-13 vetë një metë dhe pjesë, se të kanë ikë. Pa kanë ndërto villat dhe kanë ikë. S'ka njërë këto. Nuk kemi këto pjesë. Nuk s'kehet, ato që kanë ikë nuk s'kehet ma. Pa arsia punës, por hikin njerëzit prej pune. S'kanë që jetojnë tu. Qish dhe jetojnë tu, pa punë. Kjo e shteti punë, rajnë kërët njerëzit tu, vinë prapë tu, në vend vetë. Po i kanë bëjë villat për i lënë. I lënë se s'ka rrëje. Në ekspresën se kanë hikë cot kretu, 8 gjemë kumë. Të 8 në Itali, unë vetë në kumë betë, shëf, i luj. Kumë bërë 7 shpia për fmi, i martova, bëm 7 shpia, lërë shpia të hikën, mërën të cot hikën. Këto shpi për thuj se këto 2-3 vjetë të funit jam braktisur. S'ka. Ja, e braktisur më në qosh, edhe këto shpi që sheftë në brapa meje, edhe këto e në braktisura, ka një 6 shpi këtu, që nuk kanë dhe më kanë hikë. Kanë gjejë shpilishtë, që popullimi në ka prish punë të madhe. Jo ne e prindërve, po edhe hikën. Në vjen kesh shumë, inshallah, do the. Sa njerëz ka pas, sa ka pas. Ka pas shumë njerëz sa, me thonë, mos bëj gabim 300 shpi. Alla 6 shpi. Ndryshe nga shumë fshatra të tjerë, Homeshi ndodhet pranë rrugës nacionale Bulqis-Peshkopi, por mungesa për të ndërtuar të ardhmen në vendlindjen e tyre ka bërë që të rinj, por jo vetëm, ta braktisin fshatin.